بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك وأحكامه يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت فلا يعادى من واليت واقضنا فيما قضيت إنك تقضي ربي فلا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت أما بعد فالله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بالصلاة على سلامة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كديت ماذا صد dëshirojmë që Allahu Gjelle Gjelaluhu këta derë të vorri i zotërijës dashur të përcjell inshallah. Na kemi dëshirën edhe lusim Allahu në plot zemër që salavatët edhe rahmetet që i ka bo njet, i ka bo vad me jazbrit ati shka Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam salavat edhe selam i qon inshallah Allahu edhe neve ato se vape nasib në i bak. Tema maudhui jonë është me fillim sot me temë 3 në lidhje me namazin. Namazi besimtarët të gjithë e kanë të ditur se është një rukun, është njëna shtil prej shtilave të mëdhoja, më të mëdhoja të islamit. Është shumë normal me ditë gjemati jonë i cili në gjamien tonë ngon ders gjumon se na kur ta përmen me një tem 3 a dit në të gjumo atë tem nuk e kri po a folim disa ja 10, 11, 15, 9, 8, 7 gjumoja për një tem kështu a programi jonë moti kemi thonë se neve kush në ngon hu një gjumo fort pak e dishka kemi pas një jetë me thonë vesh një gjumo ven në ngon edhe shkon fort pak në i di qëllimët. Unë më njëherë sot në këtë tem, këtë deti prej detnave të islamit, namazi, është detin veti i madhë shumë, do të nisi me spjegu dishka për e zonin. Sot këtë gjumo, dersit kësaj gjumoje, ja kemi kushtu vetëm e zonit. Kura bo i gjed prej kur ka fillu edhe me radhë të poshtë sa t'jape koha mundësi aqë gjematin dërshëm gjithë dim se namazi është bo farz Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe umetit ati natën që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qila kon do me thonë natën e mirajit mirë po me zbritme në ati para mëngjesit në tokë, a da është më një herë me i morë hapat.
e këtij ibadeti. Gjibrili alayhis salam ka ardhur mëngjes, e thonë ja Muhammed, namazi i cili ti e të bë farz sonte, para se të lidhësh thuish Allahu Akbar, janë disa gjona duhet mi plotësu. Namazi drekës i ka 4 rekat, drejt pi fushën ka këbla Allahu Akbar. Jo, para se të thuish Allahu Akbar janë do punë. Prej punëve të cilët duhesh me i bën para se të lidhësh, duhesh me lajmëru se arkoha. Por shkak se namazet të cilët ti e tu kanë bën farz, ato nuk do të falen këtë për një herë, por çdo njëri prej ative do ta ketë kohën e dome. A thu, pse kështu? As ka qenë më interesant në sabah kur qohesh pi gjumit, mi fal dire që atë farz, edhe 4 drekës, edhe 4 një gjini, 3 në aksham, edhe jacien, më një herë, kejtë këto bojnë 25 minuta, edhe tani 24 orë, tanena i lirë. Asa konë regull, ase pranoj ke Allahu Gjelle Gjelalu, jo. Me siguri jo, a thu pse? Qasaj krijese, shka ja ka bo Zotë Gjelle Gjelalu namazin farz. Qasaj krijese, shka ja ka bo Zotë namazin farz, prej vetive, prej sifateve, prej cilësive të asaj mahtati makhluki, me harru zotnien. Me harru zotnien shpesh. Argati jot, shka e ki qun fush me ta punu një pun, shka e ki qun fabrik me ta punu një pun, e ki qun me ta rujt një bereqet, edhe rrin tin skajtarës, e run miraj, e run mirë. Kur t'ja këthaj shpinën të lish vec disa sahat, a është mo i koncentru pësu kur ti kur i ati? Ja mo sa i koncentru, ka zonë me i hi hileve, ka zonë me elon pak punën, ka nejt pak hunshta, po mirë, ndërko që ato 4 orë, 5 orë shka s'ki nejt ti me ta, një shoqi veti i ka artë ara dhe janë hunsh pak, qatë neje e zgatin ma tepër se sa duhet? Se sa zotnia, ban me nejt. Kështu askeri kur se ka zabitin për mikrije, a është njajt sikur kur e ka zabitin për mikrije? Nuk ka njajt. Pra njeriu prej detirave të cilët ju kanë dhonë, këti, shumë ka qef me ik, shumë ka qef me kalu let, bile halani për kusur matë madhe ka, që ka qef me ju kujt, sikur kur e ka bon. Kjo cilësi, si ta ketë njoni për neve, duhet me mësu më një herën këtë ders, se atë cilësi e jehudive, Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim ka thonë, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jehudit po kanë qef me i livdu dhe për ato punë shka si kanë bo. Po kanë qef me ju met nomi, me ju met zoni, edhe për ato punë shka se kanë bo. S'ka kështu. Ja ke bo ata shenojnë, ja se ke bo mos lip. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu, këtë njeri, neve, shka na kanë ngarku me këto vazife, me na pas thonë me nxes fal një kejt, edhe ta nena jeni të lirë mo, i vike njajt, sikur kur shkon zotnia robin e vetë me këshirë në sabah pak shka po ban, gjithë ditën mo nuk i be mas, ta dish se aj punën tonë ta ka shtremu mu t'lak. Me a bot 5 kontrola mrena ditës, a bot me e mirë puna? A shaj ma i lidhun me punën e vetë, a thu? Mrena 24 orë me 5 herë me shku me këshirë. Shumë mirë. Allah i Gjelle Gjelalu, robit vetë i ka thonë, o njeri, dhe të falësh 5 herë, ama në 5 kohët saktume. Në 5 kohët saktume dhe të falësh, ashtu që ti pinë sabaterin drek, ashe mundën për shkak të kësaj dunjohe, edhe elementet kësaj trishtu se shka i ka, ashe mundën ti me marru muhe. Ashe mundën me u habit qatë shumë, me këto punë të kësaj, këtu me këto ndërtimin e kësaj edhe afrimin e rëskit edhe të punëve e veshës e matës, familja, dars, masmuja, spitali, të në tije nuk në tekët. Nuk në tekët se unë e kesh, ka thonë Kurani Kerim, vazhkur rabbaka idha nesit, të dharruan wa khupje, për mene, Allahin tanë Gjelle Gjelaluhu si ta kishe harru. Për mene, Allahin tanë si ta kishe harru. Do të thëtë, një di orës nuk kam tekur në tekët gutu, thuj la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Po që s'tum tek prej sabahit, e terin drejk hiq, kejt e ki harru. Kemi bona në islam një program shumë të bukur, kemi angazhu njeri special, midis të katunit ja kemi ngrejt bajrakun matë madhë minorën nalt,
Po që ke harru ti pra, a i thot Allahu Akbar, edhe më njëherë kejt njerëzit anemon ka janë të punu, kejt e kanë harru, Allahu Gjelle Gjelalu, muezini i drekës, muezini i gjinijës, muezini i akshamit, kejt këtive njerëzve, shka kanë iman, po du me thonë, shka kanë besim, shka janë musliman, javë ngrenë flokt për pet, ju ben qikiqi dhe teslica pidore ative, ju ben bishti shatit pidore, thujnë Allahu Gjelle Gjelalu, programin e ati që tash. Që tash a i shka ka thonë. Kja program Rabbani, lazni, gjemot, kja programi Allahu Gjelle Gjelalu, edhe kur haron ti, ka nu njeri me ta mtek. Ani shfar të mtek me shfar fjall, me shfar fjall, me fjallën, une jam ma i modhi heckate une, jo. Eni o fukaran së për zënginave, jo kështu. O ju qone shka i fshini rrugt, hajdi se zabit lartë po therin, s'ka kështu. Hajdi ju të smutit se, hajdi ju tucat se trimat po therin. Allahu Akbar, për kejt njajt, me të vërtet për kejta, Allahu ma i modhi, me të vërtet për kejta ma i modhi. Kila imrimi, i e zonit, nuk është bo më një hera atë ditë më njës kur ka arë Gjibrili me jamësu Rasullullah i të reqatët edhe me jamësu abdesin e qerat. Ki ardhja e këti e zonit nashka e therin për namaz, i ka e këta vaktin e vetë. Kjo ka ndodhë jo në Mekka, namazin i më të gjimës, para hijretit a bon farz në qilë, ama e zonin mas hijretit. E zonin mas hijretit, e zonin Medine. Kur janë latu musliman të lazni, kur e kanë formu shtetin e vetë, kur ja kanë nun Medine hiqimetit vetë bazat, edhe udhëheq si ati shtetit dijet kush ka qenë, alayhi salatu wassalam. Për namazin, i cili ashtë falë edhe falët 5 herë në dite, ka pas një bised me shokët Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se qish do t'i lajmërojmë njerëzit me arë namaz. Qish do t'i lajmërojmë njerëzit me arë namaz. Kanë thonë disa prej shokëve të cilët ishin mëngjesin e islamit, se efte pa të në kanun islam, duhet me kallë zarmë, tha njoni ja Rasul Allah. Çdo kohë kur të vene me një zarmin, edhe kur dale flaka për pet, shpijat janë në xhamin Medine o kolla xhamijës shumë ngat, e ato e shofin zarmin edhe vinë mu fal. Thani jo, thanë disa prej ative jo. Zarm kallin me gjusët, me gjusët e Iranit, ato e kanë zarmin zot, e na nuk jemi në din. Më njëherë kjo ide ka ra poshtë. Kanë thonë disa prej sahabëve, pra masis po baj ka zarm, po e morim tarkul hadidi bil hadid, hekër për hekri, ta more njëri një hekër e ta marojmë dikun me një vend me dine, ti bim ati hekrit për hekrit, gjang, ku e diune. Thani jo, inna nësara të falu dhalik. Thani nësarat, ortodoksët, katolikët, e kanë këtë regull. Ato i bin fejtë zivona, ku e diune, therin për namaz njëherë njaftë. Kanë therin për namaz njëherë njaftë, ama për me javën tek krishterizmin edhe zivonin, therin derë në ditë. Njëherë pak masit dale dili, njëherë pak pa prenu dili. Të disa sektet ative, njëherë pash në drejkë. Mu për këtë shkak, Rasulullah s.a.s. në kam mësu se namazet, na nuk falmi namaz, pak masit dale dili, pash në pikën e drekës, edhe mas pak pa prenu dili. Pash për që këtë shkak. Mos në gjajnë, mos t'jenë me një vakt, mos t'i njajë e punë e ajon, punëve ative. Në kejta punë të tonat ative s'duhet mi ga. Në kejta punë. As në vesh, as në fjal, as në mathje, as në din, as në punë, nas një rast. Na kemi me ato qak dalim edhe në shate, ato punojnë pak pinkom në ma grumuc. Edhe të punu me shate kemi dalim. Edhe si t'ken ato, si tjetë të ato fetare me punu me bishtgat shatit pak si në kom. Feja si t'javlipe, na duhet ja hala ma shumë me jazgat shatit bishtin, ja me ashkurtu pak. Me delil, jo kultura. Me delil. Rasulullah s.a.s. a kon të i prethojt, ju kemi kalzu shumë herë. A kon të i prethojt edhe i ka nun ngut komës. Pra thonin, në ngu. Pra thonin, në ngu. Kari Jahudije ka thonë, ja Muhammed, ku i qonë këtë thojt, tishti kur t'i sosësh. Tha i mshtjeli, me një veneve i ngrej dikun. Tha, wa nahnu ne falu dhalik.
Sa edhe ne qështu ja bojmë. Sa Rasulullah a.s. ne edhe qështu ja bojmë. Do thot, jo si ju, ne ja bojmë ndryshe, jo si ju. Shti vllazni, në këtë aspekt, në këtë kontekst kështu, në këtë fahesapi, kejve muslimanve nga ka zonë belaja. Të më falin njerëzit që ka, nashtë s'kan mundësi, nashtë s'kan dëshirë me kuptu. Ama kejve nga ka zonë belaja. I rivi joni, si mës dveshët shkinisht, nuk po e kuët se havesh mirë. E reja jonja, si mës dveshët shkinisht, në speze se havesh mirë. Si mës dveshët shkinisht. Pak bile një kaqore, pak manam, pak me ja tepru. Edhe në bised, edhe në fjal, edhe në të hecmit, edhe në vesh, edhe në math, se mo ndin mo jemi bo kejt rafsh, ndin mo jemi bo kejt rafsh, ndin mo jemi bo hemen si ato, se ato jehudët shkojnë veç shtunën kish, nasarat shkojnë veç dilën, na veç gjumon. E shka u boshti, shka u mërë vesh? Sistemi dini jehudive i therë njerëzit me shku në kish ditën e shtunë. Ja u me septim. Nasarat dilën na, ato i mushin kishat dilën edhe shtunën, ne mush mi ki gjamiën gjumon edhe u bo. Shka banëm që të sen na? Dini jonë nuk kanë din gjumoje, o vlazni, o gjemotin dërshëm, nuk kanë din gjumoje. Kja din i cili me pun i ka mbulu 24 orët, me ibadet i mbulon 24 orët dajman, jo gjumon. Gjumoja, namazi i gjumos është për një karakter, për një tretman, kejt qetër i bon farz musliman. Aja është kajst i bon farz o vlazni të ndershëm, për që ketë ulljen tonë shka imi ullën që ketë qosh. Bashk për që ketë, se direqat shka i falim ati, direqat shka i falim, ato edhe sabaj i ka, ato edhe dreka i ka, ato edhe aksham i ka, direqat namaz. Bashk për që ketë ulljen shka imi ullë, bile kjo kima abet e ka veni në shkalla gjithë. Në shkalla ka veni, jo këtu, bashk për që ketë biseda bon farz, për shkak se ka khutba, për dersit e gjumos a bon farz, mu të bu me ndëgju me mësu. A më thonë jo për hekër për hekri, se nasarat, krishterët e kanë këtë. Edhe mas kësaj janë daktisë, sahabët kanë shkuna për shpia. Në mëngjes, kur janë qu prej gjumit, Hazreti Umeri, radiallahu ta'ala anhu, a thonë ja Rasul Allah, une e kam pa nëndër, më kam mësu një njeri qish me i therë njerëzit namaz. A thonë hajta shofim. A thonë më tha thuj, kur të therë një namaz, thuj, 4 herë Allahu Akbar. Sa thuj diherë shhedu an la ilaha illa Allah. Thuj diherë shhedu anë Muhammeden Rasulullah. Thuj diherë hajjal e salah, edhe diherë hajjal e falah, njëherë. Thuj diherë Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Në fund maroj, me zot nëllë thune këta, njerëzit junin edhe vinë mu falë. Ahun që Hazreti Umeri radiallahu anhu nga të Rasulullahit a.s. me nejt, mas një kohë e ka ardhe Babakr. Tha ja Rasulullah, e kam pas sante një andër që shme i therë njerëzit, më kam mësu njoni që shme i therë njerëzit mu falë. Ta qka të tha? Andrën e Umerit. 7 sahabe me ren që dit kanë ardhë në konak në meqlisin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tu që 7 me që këtë andrë kanë. Tha Rasulullah a.s. Fëljekun dhalik, tha kjo do tjetë. Kjo do tjetë, njerin me therë namaz, me zanin e njerin. Njerin me therë më ufal, me i bo Allah i tibadet, me zonin e njonit pineve. Jo me flak, jo me zarm, jo me hekër. Disa agjallar, heptent ditur. Disa agjallar, heptent ditur. Mësu ma shumë se sa duhet. E të politizum më qatë shumë politizum të poshtrum për politikës, të prum më shumë i ditër, e dini ju shumë mirë keni ndëgju, ndashta keni lezu, ndashta keni përcel, ndashta keni një e më thonë ki mikrofoni nashke e ki minun minore me thera zonit, ki s'kana si pasis reguloreve të islamit, po dashka me hek. Pse? Pse e zoni kur kana bo se efte sunnet, kana bo mu therë me zanin e njerit. Thamna o kuval, e po ki hoxha shka po e therë më zvushnik ka me zanin e kuj pe thera, me të magarit, me të lopës,
Me të kujzo po e therke, me të njerit, e po në regull. E ajo a gjenal, na për shka e kemi nu ata me janë ndru këti njerit zonin me boza hajvani, ajo. Ate kemi nu na me lujt rolin e ative shkallve të cilët Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi vësallem i ka nun me dine edhe ja ka bo me gisht Bilalit hipa gjenal. Pse me hipa gjenal? Me unima larg pra. E po shka janë të qëtërsen përveç se me unima larg? Kur u rrit me dinja pak, kur u rrit me dinja, as u bo që kjo pun për që ta thua? Se arrit sheri, a dasht me i poezini ma nëllë, qko e zoni ma larg. E na shka imi të bo qëtërsen? Njonit pjo gjallarve, i kanë bo selam qeveria Macedonijës, me i hunç pak zonat e mikrofonave mi hunç. Mi hunç zonat pak një ka qore se shkavi po shqetsot për e zonit, po bot mahzun sa bale. Me të nga me bashkësia, me të nga me ulemat letër, me maqin, me nënshkrime, me vula, imamve me adaktizm. Anë e mon hunç një zonin mlevnja, dhe se thak Nikola Klusevi, po duhet me anal pak zonin, tu nga me anal pak. Kua është armatura e imonit? Kua është armatura e Bilalit? Unë se di që ti hoxhe, që ti muë, me anu gurt në gjiks. Me anu gurt në gjiks. Oj, le mo këtë punë, thuj Lat, thuj Uzza, thuj Hubal. Këto janë emnat putave në Mekke. Shka u murë vesh a thu kjo punë? Po thojnë Bilali, po thojnë akon shumë muslimani mirë. Mere vesh tha akon muslimani mirë. Umej ibn Khalaf ja ka nu gurt në gjiks edhe ja ka lidh qoleve me tërkuz për qafe ngrenën a për zallin cullak qështi. E kam gjif tirës e gjiksit shumë ki po del muslimani mirë. E po mirë, a i po del muslimani mirë. E ti e vesh ta kanë bo me dije hunxja zonin pak, hunxja më në reni. Po me ta nu gurin e Bilalit me qafir. Ku e ki e imanin, ku e ki e dinin, ku e ki e armaturën. A ki vendos me qindrua, se ki vendos me qindrua. A gjithë mon me kanarin e Klusevit e mota. Po me pas mot Bilali me kanarin e Ubej ibn Khalefit. Asa marrë me dalë në kursi, mi livdu shok të pengamerit që kanë qindru e Bugjehelit para gjemotit me anal. Në slupçan me anal, zoni mikro. Si me slupçan me anal? Në slupçan duhet me pru atë faburije 4 metre me 4. Me gjetë muezini shka ka gërmozin 1 metre me 1 metre të gjohë. Qatë njerin me zbulun ka tonë kua. E i thonë hasë të rezoni. Nisi ati se Rasulullah a.s. ka pas plot shoku kolla, o vlazni. I ka thonë Bilalit, ja Bilal, edhin, fa anta enda sautam minna. There o Bilal e zonin, se zani jot është ma deportuus për zanave qerve, a i shkon ma larg për kejve. Qka u bo me këto milet? Qka u bo me këtë dina, thu? Qka u bo me këto musliman? Nuk e kemi havardallëk këtan shka posojmë. Nuk e kemi havardallëk. Nuk e kemi këta në nëshmim shok të tonë me në nëshmu, sa është marri shoqin me në nëshmu. Kjo sa në nëshmim, kjo po shtërsi që ka po e bojnë njerëzit. E zoni vlazni në lëmshin e tokës, Allah i gjelle gjelaluhu, aje ka programu. Sa ati 5 e 1 minut thërë e zonin slupçan, 5 e 2 minuta thërë në mateq, 5 e 3 minuta thërë në Shkup, 5 e 4 minuta thërë në Teto, 5 e 15 minuta thërë në Tiran, 5 e 19 minuta thërë në Durrës. Gjdo minut në këtë lamë shtoke muezinat janë të vikatë Allahu Akbar. Ilumi ajsh kanë të vikatë ma shumë. Gjdo minut du njo muezinat janë të vikatë hiç panal 24 orë. Ja programi Allahit për shkak rrotullimeve të tokës, ato kur kush i di, kur si di. Gjdo sekund një muezin ato thonë Allahu Akbar, qëtëri e shhedu an la ilaha illa Allah, qëtëri e shhedu an Muhammed Rasulullah, e me radhë qashtu. Ki boshlëk i piktu e teri nalt, ku ama nalt, hiq panal ash me zot muezinave i mushëm. Antrangu, kur ka shku në hana dit, edhe i ka bitis misionin e vetë, ju kemi kalzu moti, e ka bitis misionin e vetë, qka ka pas me bitis, edhe ka këthi. Prej Amerike mas një kohë shumë të shkurt se ka vizitu Egjiptin, në Kairo kur ka shdrip pi balonit, drejt të gjami aerodromit anal,
A kon të thirë e zani drekës. E ka nalë kërën, ka dhe nalë që këtë kërë pak. E thonë që të fjallë, edhe që këtë zonë e kam një në honë. Që të fjallë, që ka për i thotë që ki njeri, me që këtë tonë edhe që këtë zonë në honë i kam një. E thonë, ashhedu an la ilaha illallah, wa ashhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Edhe ka kalu Amerikanën islam. Një nasrani, i cili ka hes një naotës disa mi kilometra, ka zbrit me kom të ati në honë, ka ardhë në tokë, dhe ka kalzu se naltë në honë që këtë zane kam një. Pisot dhe tane musliman jam. Në midis të rafshit, të rafshi bujve, njeri i këti rrethit këtu të na, me jam lejë zonin. Hoxh me vazife, i madhë hakarat me funksion, me jam lejë pak. Po thot Klusevi me jam lejë. Kua Klusevi shti? A i shka ka arë në vend Klusevit edhe a i mas nesër sa. A i shka të venë në vend të ati edhe a i prenon, si dili edhe hona edhe ilit Ibrahim a.s. Kejt prenojnë këto. E zonja prenona? Shkavi vlaznit ndershëm. Shkavi na i ka e gërtu zemrën. Na i ka hek rajet e imanit për zemrë. Na ka shtin shkinisht po të plot pun mrena. Pi pun dhe shka na i ka shtin shkinisht në zemrë zonin e zanit tonë mës me dasht. Me anal zonin pak slupçan me anal një kaqon. E kushan slupçan këtu që e zoni i bandam, as një person hiq. As femën, as moshkull, as i ri, as plak, këtu shka ka lind edhe ashtu rrit, kejt e zonin në huj e kanë. Nal një pak zonin. Kejt e kanë iman, kejt e kanë besim. Se me anal zonin? Gargarini, ndoshta Armstrongun e keni pas kejt qashtën e atit njof me po, Gargarini, kur ka ra poshtë atit vllazni, dokumente ka, nuk po folim me epshe, s'po folim me bark. Dokument ka se Gargarini atë në që ka akon nalë hapsin, islamin e ka pranu. Mirë po duni me ditë si gjemot një punë se, ashtë njajt një Amerikan me pranu islamin edhe me lajmru, edhe një Rus në kohën e Khrushchevit me lajmru islamin edhe me pranu, ata merë menja se janë njajt? Jo në asë një rast. E Gargarini në Rusi si thoi islamin e ka pranu, shka duhet me bom muezinat e ati, shka duhet me bom të nena? A i kjo në krije? Në asë një rast. Gargarini e ka pranu islamin atë natë shka akon. Kur i shkreti teri ka vdeksën e ka lejmru? Teri ka vdeksën e ka lejmru. Pak pu dashka me hec, pu dashka me dal për pet pak. E nasë ndalim ketë për pet me shku ku akon Gargarini, po na dalim në përmet gjamiës për pet pak. Kur të vim këto ditën e gjumo, mësojmë gjona shka në ngritin për pet pak. Na qojnë manal se në hanë bile. Ku na qojnë? Na qojnë a gje ku a një zoni muezinit. E ku një zani muezinit a thu? A i qelmi fletat e historijës e lexojmë historinë e Bilalit pra. Si ta qelmi fletën e historijës Bilalit edhe e lexojmë a gje shofmi me njëherë të nga teri ku një zoni muezinit. A i shka e thërë zonin. E thënë, ja Bilal, shka po banë ti që une, po ti një ti e puterët e në lanëve në gjennet. Ato rak-rakët e në lanëve në gjennet po i një, shka po banë, të tha, kur gjoja Rasulullah si qërë, tha, di shka po, tepër. Tha, une mas abdesit kur ta marë, gjithmon i fali dire qo. Që këtë punë e bëj. Masit marë abdes dajma, jo në këtë namazin më pose popo, masit marë abdes gjithmon, i fali dire qa. I thojnë të hijetul wudu, në feja namazi abdesit e ka emni, për shëndetja e abdesit. E ki kushan ki njeri shka në lanët e këti, pi këtu bojnë puterën në gjennet, kushan ki? Ki ha muezini i Rasulullahit a.s. Rasulullah i ka thonë Bilalit, ja Bilal, inna atuala nasi anaqan jaume l'kijama el muadhinun. Dhe në qafën matë gatë ditën e kiametit, pi livdojken këtu në dunjo njerëzit që ka kanë qafën e gatë. Interesant. Për bukuri pi livdojken, qak edhe femnat pi livdojken, kur pi livdojken gratë femnat, pi i thojken qafën e gatë e kish. Një lavde me këpi lavdeve, e kish qafën e gatë, e si ta ketë qafën e shkurt, nuk pe livdojken fort. Dhe qafën e kish e pak si të shkurt. E qaf gatit zare kanë të livdum,
Rasulullah a.s. I ka thonë Bilalit, qafën më të gatë në xhennet e kanë ato shkan dunjo e zonin e therrin. Ato shkan këtë dunjo e zonin e therrin. A dini të na vllazni sa insan ka thonë mujnë me therrë zonin? Janë të pa numërt janë. Pa mujnë me therrë. Edhe din me therrë edhe e therrin mirë. Ama ata merr menja se kejt qito shka mujnë me therrë zan ka thonë mujtësh me çutë mikrofoni me therrë zonin? Nësë në po hecë në qelë gojë. Ja, dhe qështu të së në theri, me mitë së në theri. E pse së në thera, thu? Që ki njeri, shka ven gjami të na mu, ashtë prej miskit zi. Ala këthibi miskin aswad. Ajo fa shtroje, ajo fa neje, kurin ato, ajo fa poligone, ajo fa gjenneti, me misk zi shtru në poshtë. Ka thonë shka kanë boja, Rasul Allah. Tha la jahuluhum l-faza hatta jafruga n-nasu. Tha të friga e asaj dite kur si tut, friga asaj dite 50.000 vet hit si tut këto, nuk tutën. Tha teri kur teri të bon hesapët, tha këto s'kan kur një gajle. Kush janë ja Rasul Allah? Tha rajulun qara al-Qur'an ibtigha wajhillah. Njoni pi njerëzve cili kur ka knu Kur'an, ka knu nemën të Allahu xhalla xhelaluhu. As ti thojnë kana hoxha i fort, as ti thojnë kana të gjvid gjia i fort, as nuk i thojnë e pas kazanin e mirë. Ka knu Kurani Kerim vetëm fjallën e Allahu Gjelle Gjelalu me knu fi sebilillah. Wa amma qauman au amma bi qaumin wahum anhu radun. Ju ka dali mam popullit edhe ato shka janë falë mas ati në ta kanë qenë të knaqër. Ju ka dali mam popullit edhe gjemati shka ju kanë lidhë mas kanë qenë të knaqën. Tha që kja është njoni për ative. Sa Rasullullah me kanë vetja Rasulullah, kushan këtë dunjo ma i dopti musliman. Tha alladhija umun nase wa hum lehu karihun. Tha qaj shka ju del imam insan ve a gjemoti se do. A i del me ja u falvakt e gjemoti thot që ki mu konë të kish morë zotit që kita. A i vesh del hish pa nalë. Ato për ditë thojnë se morë që kita të nav kish hek qafës. Tha kja ma i dopti musliman, ma i keqi, ma i padashurit e Zotit Gjelle Gjelalu. Tha a i shka misk nesër në gjennet, tha ja ummu bi qaumin wa hum anhu radun. Del ja u falë gjematit kohën, ato thojnë elhamdulillah që ne ka qitë Zotit qështu nima. Be, wa rajulun adhana fi masjidin, wa da ila Allahi azza wa jal btiga a wajhillah. Edhe qaj shka del në gjami e thejë rezonin, për kur gjo qëtër, kur një interesiq. Veç del me therizonin e zonin, ka ishtë një në qërë se ardhë vakti namazit me falë namaz, Allah i të mi po i badet. Me që si një jeti del. Ta edhe që ki, wa thalith, rajulun ibtulje bir rizki fi dunja, falam yushghilhu dhalika anillahi azza wa jall. Edhe një njeri të cilin problemet e kësaj dunjohe, e kanë munu shumë. Më rëskin ka problem. Ka problem me punë të idarës për familje, ka ra ngusht, cullë s'kan me hongër edhe aja keq, kejt këto i kanë ndodh, ama një badet se kanë prek. Edhe një arë këtë mëramën po e ceki, po e përstris prap, edhe një njeri aprovu me belajet e kësaj dunjohet, qak tërë të rëski ka shku puna, s'ka shka me hongër. Edhe s'ka shka me hongër, edhe te i badetet këto s'kan prish punë se s'ka shka me hongër. Atë punën e Allahit a gje, atë hongërën e qënë në regull. Edhe që kja në shaj. Këta jem tre burat më dhej shumë. Une më një herë vetën që shti që shimin që të halë, më një herë vetën të më fali për veti, më një herë vetën e heki pite këto tre se halasemi modernizu, që si bura mu bo, halasemi bo të mirë që kaqë. Tërë me arë të riktu hala, na shumë kemi me punu. Hala shumë shkallë duhet me nu me mëri tërë të ajo, me dalë me thej rezonin, edhe kur një interes hiq. Se ka njerëz me thej rezonin një javë, 2 javë, 3 javë, hoqë, hafëz, edhe Allah unë së më ta thejre ti e zonin gjithmonë gjështi. E ta ma, u po. Usas, kjo këtu sa mo, kjo këtu nuk ka mo. Njonit pineve ka përla galja dunjohës, ka ra i darja poshtë pak. Jo ka ra mës me pas me hongër po, pak ka ra poshtë. O Gjaferi, po du të me nga vale, mas reskit po du të me nga, edhe puna farës. Shka u bo marë këto qira, shka metën qështi. I vene dhe asaj koha. Njone angushtu me probleme politike shumë, me probleme politike a mushtel tepër,
Hoxha I ka thonë namozi a farz e zoni po therë që dreka a bësha. Hoxha feni kjo një herë shtis se ka vaktin, kjo I kthemi në kësaj. I dihet kur bon, kur na nuk I kemi hup se kemi lënë, nuk I kemi harru. Vim na ti ape. A ban me verë diçka? Qa ishka ka dek sot edhe I kanë qu një gjemat për gjemateve të vorat. A më në ven mati? Na që do qërë shka halas jemi këtu pari, a jemi të garantu me dhe sa të arena kemi me ne? Mirë, a na I arsijetojnë nesë kur të nashtin gjemati a gjeposht, a na I arsijetojnë ato a gjenër toka jo administrata qëtër se ju I patët dëpune ani nashtë, tërë të bitisi ato a na I arsijetojnë, a ju hi ative nu dhe kjo galejon këton? Jo vlavi jam I dashur. Ajo administrata Allahu Gjelle Gjelalu në tokë, ajo si këshirë këto punë hiq. Se ato e kanë shtetin e formuar, ato I kanë kejtë bitisme. A gja është kompjuterizume, pikur e ka falë zotit zamonin, pikur e ka falë zotit kohën, pi atë herë të knena, është kejtë e kompjuterizume. La jesma'u nida el muadhin. A thonë Rasulullah s.a.s. me një hadis, Jinnun wala ins wala shay'un illa wa shahida lahu yawm al-qiyamah. E zoni kur therët, e gjinët kejt komplet, edhe insan musliman, e gjinët musliman, edhe insanat musliman, edhe shka ka gjallnes tjetër që nuk ka njeri, edhe e gjine, ditën e kiametit ja bojnë dëshmi ati shka e ka therë zonin, se ne kemi ndëgjua zot falja. Pse I ka përmene gjinët para insanve? Ka thonë, ja, la esme unida el muadhini gjinnun wala ins. Nuk I ka qitë njerëzit për para, po e gjinët. Njerë ma I spari që njerëzane dhe ndin jemi ortak njajnë. Në asë një përpalsipi ative se kimin këtë Kurane dhe në këtë pengamer, barabar si ato si na uamin në muslimune, uamin në kasitun, kanë thonë e gjinën suratul gjin. Ne jemi disa musliman, disa jo musliman. Pra jemi ortak. E pse I ka qitë për para këtu pra? Këtu I ka qitë për para prej shumicës, se ato me numër në I kalojnë. 99 herë janë ma shumë se na. 99 herë janë ma shumë se na. Gjithmonë sa ka në lamshtokës insan, 99 herë ma shumë ka e gjine. Ato janë kalabëllëk I madh, për nderë pse janë ma shumë, I ka qitë në hadis për para. Ka thonë, sa e gjin edhe insan, nuk ka thonë sa insan edhe e gjin. Sa e gjin edhe insan e një në zanën e muezinit, ditën e kiametit ja bojnë ispat, I thojnë, o Zot, falja këti se ki I therë ke njerëzit namaz. Vlazni, me ditë se sa, me ditë, kejtë këto vlera, shka folëm edhe shka kemi me folë për rezonin, me I ditë mirë muslimanët, se shka I pët për rezonin ditën e kiametit, mledhen vakti qinijës, anë vakti gjumos të ajo dera ati, e së dvenë reni kurse si me ime të rezonin. Marojnë list, marojnë list, dhëtë mu e kur unë e kam renin mas 40 ditve, mas 40 ditve e runë me arë me therë rezonin. Jedur Rahmani ala ra'sil muadhin. Thonë Rasulullah s.a.s. me një hadis, hatta jefruga min ezani. Jedur Rahmani ala ra'sil muadhin, hatta jefruga min ezani. Dora e rahmetit Allahu Gjelle Gjelaluhu ashtë në krijet e ati shka e therë zonin, tërë të abitise e zonin, pikur qanise. Dora e ati shka e therë zonin. Dora Allahut ashtë mbi dorën, mbi kokën, e ati shka e therë zonin tërë të abitise. Ka pas një muezin në Sham në vitin 1975, të thret që ati në qatë kohë unë e jam kona gjenë në gjamia e kojmë në gjamiul iman në gjendrën e Shamit ta, e ka pas zanin e mirë ka qenë me shurë shumë prej muezinave, nëse kemi ditë po mas tëne I kish pas tonë ati hoxhës shka ka bon khutbe të gjumon, dajma I kish pas tonë mu konë tjetë kismet Allahu Gjelle Gjelaluhu të ma bojë nasib që une kur ta theri, kur des une t'jem të thonë hajjala sala. Ama me kusht kam qef me ma pranu zoti në hajjala sala kur të thëm t'jep namaz gjumos kje zoni shka therët mrena. Nëse kemi dit të punaj nasim një jabanji, ama na kemi shku mu falë në të gjumo dajma. Një gjumo prej gjumojave të e thej rezonin që qaj muezin me fustan e aske me ka përstë barë, që qaj muezin në ishmi të falë që ati një 4-5 safa mas i e bitisi e shhedu anë në Muhammedur Rasulullah të parën herë hajjala salah e li shurë kom edhe met edhe u bitisi mas hoxha mas i e ngrejten e u i disin atë që shduhet
hoxha në hitbe na kallzoi këtë xhamat e zyrtarisht se muezini jon ka kohë shumë gat që thot o hoxh me kon Zotit më bëjë nasip e unë tu thon hayya ala salat des edhe ata inshallah ditën e xumës tu thon në zonin mrena çka thera. Allah në Kur'an e Kerim ka thon ud'uni astajib lakum. O rob, o insan, banni dua ja pranoj. Lutni për çdo gjë, për këtë nevojat çka të keni, thuni o Allah i jon, po kemi nevojë, ja pranoj. Ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Unë ja pranoj lutit juve. Çka të keni veç lutnu. Fa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Kur robët e tu kur thirrin, robët e mi kur thirrin, ja Muhammed kallzoi se unë jam ngat. Unë jam afër, unë më një herë lutit jam pranoj derisa ato i kanë me sinqeritet. Kurani Kerim, Allah Jalla Jalaluhu ka thonë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin." Kush është thu më i miri njeri edhe kush ka fol fjalë më të mira thu edhe më të ndershme se çaj ka punë ti ka të mira edhe ka thërë zan. Kanë thonë ulemat e tefsirit Kurani Kerimit se kjo ajet për muezinat ka shdrim. Wa qala innani min al-muslimin, do thot ka thonë Allahu akbar. Idha sami'tum an-nida, është negativi ma të xhamatin këto terene këtu të na se kur të thirrë ezani nuk në respekti ka ra poshtë, respektin ndaj ezanit ka ra poshtë. Prej punëve shka bëhen nuk vinë njerëzit mu falë, mo po se po budokët, po edhe nuk e ndërprejnë punën. Nuk e ndërprejnë punën, vllazni. Që e ki boni jetë mu falë, ahlan wa sahlan, e ki shpëtu vetën. Po që se ki boni jetë mu falë, e ki ngarku vetën, mos me mujt me dalë kur qish, i mjeriti. I mjeriti edhe une, bashkë. Po ta kishe me dije se pin tokë, e terin 7 qilë nalt, kur të vika se muezini Allahu Akbar, kejt ndalët. Kejt blokohet. Prej në tokë, e terin qilë nalt, shka ka i melaike edhe gjin edhe shka ka, kejt e zonin në ngojt. Rri pra ti me teslis në donë, edhe me qikë, vesh ti rri. Ishë ti më se nalë pra. Atëherë je i dam për shëshnijës. Kush livrit në resht, në ushtri në resht, kush livrit, kush nuk rri gaditun, kohën e gaditës, a është i pranum? A ka me ta probleme? Ka me ta probleme, kishe kujdes pra. Në luft, kur thojnë, kur të bere komonda kejt me ra për toke, vesh njoni ju kam tek me nejtë në kom. A është i sigurt mo? A është në sigurim? Jo, nuk kanë sigurim. Qila nalë ta nalë edhe poshtë kejt me thirmën e zonit, kejt blokot, veç unë edhe ti. No e cevin, mërthaje, shpërthaje, nale, qokerën, nisë, mëse nisë. Sa në regull. Nuk kanë regull. E zoni gjumohës po therë, gjemoti i Slupçanit, Venalia, i lindu në stret gjamiës, këtë ki katuni jona në stret gjamiës. I lindu në stret gjamiës, kur gjo? E zoni gjumohës po therë, kur gjo? Na vlazni, na je që së mundëmi me kuptu, po ta keni kështu nërmen se na pa e thonë së në lomë, se ashtë marë mos me thonë. Kjo pun nuk kanë regull, o vlazin dërshëm, kjo pun nuk kanë regull. Na po thojmë administrata Allahu Gjelle Gjelaluhu me lajke edhe gjin, posht edhe nalë kejt ndalohet këtë vakt. Veç katunari s'po ndalohet, kis po do me ditë se ashtë namaz gjumohë heq. Kis po do me ditë se e zanë ke Allahu Gjelle Gjelaluhu po thrat që ta është vazifën e ati me bitis. Në numërin 1, para kësaj s'ka qëtër mo. Që? A bëndë gjoni? Edhe këtë fatër tërri ashtë e vozit dikush, aj burra aj njeri këti katunja. Shembull konkret. A është e gjumoha në cëllin din jemi shtja thu. Me shku me e vetë që këtë vla tonin kja vlave jonë për laznive, me shku me e vetë shti për jashta, mi thonë, këto 500 shakan hinë gjami me falë gjumon, ti a i takon këtive, a i takon që tërkuj. Shumë vështira është mu morë vesh për qak se filozofite ati janë matrasha se tonët. Edhe kjo, pi punëve shka na thot, edhe kjo a punë, që shpo me ndonë të jo gjë, këta me, kush të abitise këta? Qashtu pra, hajtë, kush të abitise pra? Idha sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqul. Rasulullah a.s. ka thonë,
kur ta fal, kur të therrë ezani, edhe ju mos çu thash parë niveli i edukatës ndaj ezanit ka ra poshtë, keni kujdes kur të therrë ezani, edhe ju kejt muslimanët në atë moment thoni sikur çka po thot ai. Ai thot Allahu Akbar, edhe ti si ai Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, edhe ti me ata barabar si ai ashhadu an jo me azanin e ati, po ti ka dale, detire kije me thon si ai. Me kusht që kur të vije e muezinin hayya ala salah, ta ndërprejsh mos thojsh çka po thot ai, po diçka tjetër. Terin nashhadu anna Muhammeden Rasulullah si ai, kur të hije me thon hayya ala salah ti dush me ndru. Si ai së thu mo po thu la hawla wala quwwata illa billah. Shipsit dush thuj, s'ka fuqi më e madhe se fuqia Allahu xhalla xhelaluhu. Si të se dikush asban e ona me thon hayya ala salah si ai, pse s'po bën ka thu? S'ban se kur thoj ai hayya ala salah, thot hajdin namaz. Ti në fusha gje, hajdin namaz. Kush po therr pra, ti me ardhat e ai, çka më boshti? I vën sin hajgare ajo punë. Ai hajdin namaz, ti hajdin namaz. Hayal el falah, hajdin shpëtim, hayal el falah, hajdin shpëtim. Këtan del në hajgare. Po kur thoj ai hayal el falah, thu wallahi sadaqt, e vërtet as ka po thu. Prap Allahu Akbar në fund dihar dhe la ilaha illallah si muezini barabar. Obligim i çdo muslimanit është me ndjek rrjedhjen e ezanit pe fillimit deri në mbarim. Disa njerëz po ndëgjojmë na për mezhlise, na për neja në rrugë ku po jemi të bëjmë muhabet, kur po nis ezani Allahu Akbar, po thonë Aziz Allah. Aziz Allah. Nuk e di pi ku e kanë mësuar. Në kitap nuk e kemi pa shkruar me dikon kur therr ezani me thon Aziz Allah. Se kemi pa në kitap. Ku e kanë mësuar s'po e di. Kryesore po thonë Aziz Allah dhe më njar pe vazhdonat. Ku ti jenë me testën edhe o palaçin ato në rregull. Aziz Allah dhe me këpu i dul më borgjët u bitis thashun e shka duhet me thonë kur therr ezani. Kjo sa fe, kjo nuk ka rregullore e fes ton, nuk shkru nas një norm kërkun, po Allahu Akbar ka thonë idha sami'tumul muadhdhina faqulu mithla ma yaqul. Kur tanini ezanin thuni sikur shka po thot ezani, sikur shka po thot muezini me rënd të poshtë deri në hayya ala salat, thuni la hawla wala quwwata illa billah, ose thuni s'ka fuqi më e madhe se fuqia Allahu xhalla xhelaluhu. E kur të krijet Majs Brami thot la ilaha illa Allah, muezini e bitis, atëherë kejt muslimanët e kanë obligim me bo dua. Po që se din kejt atë dua në xhamia shëren, të na do pun vllazni na o gjallart, kemi pak probleme me xhamatin ton për futjen e disa gjonave në xhamat prej islamit të cilët nuk janë praktiku kur, ash norm duhet me u praktiku, asa praktiku kur t'ju kallëzojmë xhamatit se që kjo duhet mu bo, thojnë, ato pse se kanë mësu kur, thojnë që kjo e re, brej, ki hoxha se hefte e qiti këta. Dhe thënë, Allahumma rabbana, wa rabba hadhihi da'wati tamma, wa salati l'kaime, ati Muhammedin il wasilata wal fadilata wa darajata rafi'ata l'alija, wa ba'athumma al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Këtë dua si cili musliman duhet me ba ma sezonit. Thot njëri për i gjemotet që tash, po kjo kanë akone gatë, hoq, kjo kanë akone gatë, kanë akone komplikume. Unë e këta kursën e mësoj. Po jo dhe kursën e mëson. Kursën e mëson një me. E di pëse se me mëson? Pse kursën e ki marë me mësu. Se me marë me mësu e mëson sante. Po kursën e ki marë të i sante me mësu. E pi sante, a mësja ki nisë, mësja ki mësi elbet me marë me mësu, a pas ja ki mësi me marë me mësu. Allahumma rabbana wa rabba hadhihi da'wati tammati wa salati al-qa'ima آتي محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة العالية وبعثهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Divia. Çekin e vot në zernitës. Edhe ai kur të vjen në nalt i ka një divia. A po mëson për mënsh më një herë? E si tjetra kjo arabisht na shka e tham, kjo qetra keton shka është kjo. Kjo guën që ma ka mo me kajt me lot. Pivot në zernitës ka të vene me vajtu mo ketë. Shumë interesant. Ama sega po duhet me mësu se rok ose mdana. Qashtu po shkru në fund, rok ose mdana dhe mas ose mdana po duhet me mësu për mensh me shku me bo punë më njëherë, se rokin ja kanë nu në fund. Allah i gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu në bof prej ative njerëzve, shka ato gjona shka neve në bojnë dobi, na fitojmë mos t'i lomë pas shpine pa i mësu. Zotë gjelle gjelaluhu namazin e gjumaz kabul në i boft, insha Allah. Allah i gjelle gjelaluhu kejtë njerëzit shka kanë probleme me shëndet, insha Allah i shnosh sët.
Ato shka janë burg, inshallah, sot liron. Ato shka janë asker, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, inshallah, i mbron prej çdo të lashës. Zoti Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, kejt namazin e gjumos, anë mon ka e falin musliman kabulli o voft. Ative gjemve shka janë me probleme, borgje shka kanë. Allah i Gjelle Gjelaluhu ju një moft borgjet me ila. Kejt borgjet, kejt lojet e borgjeve shka janë ju një moft Allahu Gjelle Gjelaluhu me ila. Prej kejt borgjeve, borgjen e namazit, inshallah, me izin e Zotit, se borgji ma i ron shka e ka njoni prej neve, pa biti, pa la qaj borgja, Allah i këtë borgj në një moft me la një herë, edhe borgjet shka i kemin me zveti, edhe ato janë shumë borgjet mëdhoja, shumë borgjet rana, ka pas një sahabi, Rasulullah në hadisi i fundit, ka arë në gjamije, ka zatet për duarit gjamijes mrejna për shtetë hunshta. Ka thonë, o filan, edhe një herë, dikur, ka thonë, o filan, pse ti dajma në gjami për shtetë kështu? Ka thonë, ja Rasul Allah, humumun wa dujunun galebetni. Ka thonë, gajlet edhe borgjet më kanë pështet, më kanë mujt, më kanë pështet, së në po dalë në rrugë. Gajlet e familjes edhe borgjet, nëso ka këshme zatë e të njëri shka kam mi dhonë, edhe halasja kam dhonë, a moti ka kalu koha, edhe po me konë shumë ato, po me konë një dhejt shka ju kije borgj, ka thonë, humumun wa dujunun galebetni, ja Rasul Allah. Ka thonë, ela u allimu ke kelimat, idha kultaha, adhhab Allahu anka hammak, wa qadha anka dejnak. Ka thonë, apo ki qef ti mësoj disa fjal, si ti thuj shti Allah i Gjelle Gjelaluhu, të një mon me i hek dertet edhe me i la borgjet. Ka thonë, më njëherë, ja Rasul Allah. Më njëherë, unë me nëzipu priti. Ka thonë, thuj, për dit, me nxesë edhe mramje. Allahumma, la hawla wa la quwwata illa bik. Inni a'udhu bika min al-hammi wal-ghammi wa ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Fa o thuin sabah për ditë edhe në akşam mbrëmje ka shkojsh. O Zot, unë po ta përkthej më një herë. O Zot, po mbrohem me ti e prej këtij derteve, edhe gajleve të kësaj bote tim nimon me mu largu, edhe nimon o Allah prej borgjeve t'i laj, edhe prej burrave të cilit pritin me javdhon ban makullav që jam kësaj borgjin. Tha fa kultu dhalika ayyaman faqad Allahu anni dayni wa adhhab anni hammi. Tha një kohë që shtu unë e veprova, Allah i Gjelle Gjelaluhu më dimoj edhe borgjët i lava, edhe nuk e kam nimo vetër ngarku me gajlë. Si talish kejt vetës gajlë, si talish për një mek i me gjeni ngarku në dajma. Vesh ti, une me dur të minja vesh sa të baj, me menën teme vesh sa të baj, si më slipësh ndihëm, kur gjohës ke bo. Ndihëm si më slipësh, ti vetë në akcion, edhe ndihëm du të me lip, bëhet kollaj. Allah i Gjelle Gjelaluhu kejve neve, zbashku kollaj në i boft, insha Allah. Lillahi l-Fatiha.